Një 50 vjeçare është arrestuar nga shërbimet e policisë pasi akuzohet se në bashkëpunim me familjarët e tij ka kultivuar 1600 bimë narkotike pranë banesës së tyre në fshatin Aliaj në Malsinë e Madhe. Bimët narkotike janë zbuluar dhe zgjesuar nga policia në muajin shtator. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve ndaluan 50 vjeçarin për të cilin gjykata shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Shkodër kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike kryer në bashkëpunim. Nga hetimet e deri tani dyshohet se ai së bashku me familjarët e tij ka kultivuar në tokën pranë banesës 1600 bimë narkotike, të cilat u gjetën dhe u zgjesuan nga policia me datë 6/9/2025. Materialet procedurale janë referuar prokurisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme. Ndërkohë, policia ka referuar edhe disa ngjarje të tjera të ndullura në këtë qark. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor kanë referuar materialet në prokuri, ku ka nisur procedimi penal ndaj një 58 vjeçari nga fshati i Bleran, i cili u kap duke drejtuar një motomjet pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materialet në prokuri për dy raste. Në një rrjet social një 14 vjeçare ka fyer një 15 vjeçare dhe ka përhapur informacione të rreme për të, ndërsa në fshatin Alimetaj dje ka humbur jetën një 56 vjeçar, dyshohet për shkak të arrestit kardiak. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj kanë referuar materialet në prokurori dhe kanë nisur procedimin në gjendje të lirë ndaj një 63 vjeçareje, e cila kishte kryer punime ndërtimi pa lejen përkatëse. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Puk kanë referuar materialet në prokurori, pasi dje në aksin rrugor Puk-Fusharrës dyshohet se për shkak të një shkëndije elektrike ka rënë zjarr në automjetin që drejtoi nga një shtetas. Si pasojë automjeti është djegur plotësisht, ndërkohë rrethorëve të para të mëngjesit në fshatin Trun, Fusharrës, dyshohet se aksidentalisht ka rënë zjarr në banesën e një banori të zonës. Si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Grupi hetimor po punon për dokumentimin e shkakut të rënies së zjarrit.